Përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët në Universitetin DePaul. Për ata që nuk më njohin, unë quhem Gazmend Kaplani edhe drejtoj katedrën e parë të studimeve shqiptare në historinë e universiteteve amerikane. Kjo katedrë është themeluar para 6 vjetëve, fal bujarisë së një personaliteti shumë të madh komunitetit tonë, shqiptaro-amerikan. Emri i tij është Idaie Dibregu. Idaie Dibregu ishte një refugjat i luftës së totë, i cili e la Shqipërinë në vitin 1945. Si refugjat jetoi disa kohë në Austri, në Kanada, dhe mandej erdhi këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumicën e jetës e kaloi në Chicago. Tash ishte një nga personalitetet më të ndritura dhe më mendjehapura të komunitetit tonë dhe la një trashëgimni e cila është me të vërtet e jashtëzakonshme dhe e pashlyeshme, duke krijuar programin e parë të studimeve shqiptare në nivelin universitar, pra në nivelin akademik. Unë kam nderin që të jem drejtori i katedrës studimeve shqiptare dhe tashmë në Universitetin DePaul ne kemi programin e studimeve shqiptare dhe të Europës Juglindore dhe është një program i cili është themeluar, ka ardhur rrënjë dhe do jep këtu aq sa të jetë edhe Universiteti DePaul. Urojmë që gjesti i jashtëzakonshëm i Idaie Dibregut të gjejë edhe imitues të tjerë, në mënyrë që komuniteti ynë të shohë atë që pa të Idaie Dibregu dhe të besojë në forcën e kulturës, edukimit dhe të arsimit këtu në Amerikë, sidomos për komunitetin tonë shqiptaro-amerikan. Idaie Dibregu ishte gjithashtu shumë pranë e qesë dhe Baba Recepit, e qesë së parë bektashiane në Amerikë, e qeja e Michiganit, në Taylor të Michiganit, dhe me këtë event ne nderojmë edhe kujtimin e Idaie Dibregut, i cili siç thash është një nga personalitetet më të shquara komunitetit tonë shqiptaro-amerikan. Sot unë kam personalisht nderin e madh të jem këtu me babain ton Pashaj, babai të qesë parë bektashiane në Amerikë, themeluar në vitin 1954 në Taylor, në shtetin e Michiganit, dhe gjithashtu ati shpirtëror i komunitetit bektashian shqiptar në SBA, Kanada dhe Australi. Shkas për këtë takim është një libër, një monografi historike, e shkruar nga baba Eliton Pashaj dhe e botuar jetë në vitin 2024, në shidja detar baba Hussein Melçani, dhe duke marrë shkas nga libri, ne do kemi një bashkëbisedim më të gjerë, sepse për mua është një rast i jashtëzakonshëm të kemi këtu në DePaul një personalitet si baba Eliton Pashaj, dhe do kemi një bashkëbisedim më të gjerë për historinë e bektashizmit, se edhe vetë libri, në fakt, i cili është një libër i mrekullueshëm, cilin më kam lexuar edhe me shumë shoh interes, bën një historik të vetë bektashizmit nëpërmjet jetës së baba Hussein Melçanit dhe gjithashtu edhe të qesë bektashiane në Michigan. Pas bashkëbisedimit ton, fjala do ju kaloj juve të pranishme për disa pyetje për baba Elitonin, dhe gjithashtu baba Elitoni pati mirësinë të sjellë 10 kopje të librit të tij që mund t'i merrni me dedikimin nga vetë ai. Baba Eliton Pashaj, mirë se erdhët dhe faleminderit shumë që pranuat ftesën e universitetit tonë për të ardhur në DePaul dhe për të folur për librin tuaj, edhe për veprimtarinë tuaj, edhe për historinë e bektashizmit. Unë po marr shkas nga kreu i parë i librit, i cili intitullohet Mëkëmësia e njeriut si shpërfaqje unitetit mendimit,
dijes dhe veprimit mrekullueshëm islam, shfaqja e tarikateve, bektashizmi dhe filozofia e gjithkohshme e Haxhi Bektash Veli. Dikush që nuk ka dëgjuar, për shembull, mes ndoshta edhe studentëve tanë për bektashizmin. Çfarë është bektashizmi? Si do ta përshkruani ti si ati shpirtëror i bektashimve shqiptar-amerikan dhe përse bektashizmi u bë kaq i përhapur dhe i dashur mes shqiptarëve? Bismillahirrahmanirrahim. Në Brahma, profesor, nderuar mysafirë në Brahma, është kënaqësi që të jemi në universitetin tuaj, e padyshim, siç e përmendet zoti Lei, ka qenë me ke qenë Baba Xhepi për vitet dhe për ditën e ndjekës së jashtëzakonshme. Përsa i përket pyetjes tuaj, tarikati Bektashi, themelet e tij ka filluar në shekullin e 13, me ardhjen e Haxhi Bektashit në pjesën e Anadollit. Si dihet, Haxhi Bektashi ka lindur në Horasan, se nga këtë sot mbjellet në pjesën Persia e ligueshme, ose sot është Irani, me sundimin që mongolët filluan dhe morën këto zona, u detyruan që të mërvonin në pjesën e Anadollit. Duke ardhur në pjesën e Anadollit, ka bërë misionar, mund të quhet misionarët e parë islam, bërën përhapjen e islamit në ato zona. Mbas rrimit të jetë të Haxhi Bektashit, tarikati Bektashi mori një formim më të madh sepse pati dhe përkrahjen e Qendrisë Osmane. Kohën kur Haxhi Bektashi erdhi në pjesën e Anadollit, pjesa më ndore e tij ka qenë e drejtuar nga Selçukët. Por mbas marrjes së Osmanëve, tarikati Bektashi gjeti një përkrahje të jashtëzakonshme në këtë perandori. Po dhe vetë ata që neve njohim ministrë ose ushtarë të rinj, ishin ndjekësit më të zellë të këtij tarikati. Përsa i përket arsyes pse tarikati Bektashi gjeti më shumë mbështetje tek ne shqiptarët, këtë neve më shumë e shqipojmë mbas vitit 1826, kur brenda perandorisë filloi një ndryshim tërësor dhe punët e mëdha që u bën kundër qerve, kjo i dha një mundësi të qerve bektashiane në Shqipëri që ishin më të lira për të bërë një propagandë prodhetare, sepse ishin e vetmja vend ose i vetmi institucion ku Perandoria Osmane nuk kishte më asnjë lloj force për drejtimin e tyre. Në Turqi ishte më ndryshe sepse në vitin 1826 shumë nga këto institucione u shkatruan dhe u mbyllën plotësisht. Në Shqipëri kjo nuk po arriti. Falë edhe ndihmës vetë besimtarëve, të vetë njerëzve që këto institucione i mbajtën dhe i kthyen në një vatër atë dashurie, në një vatër ku filluan të bëhen mbledhjet e para për pavarësinë e Shqipërisë, mbrojtjen e gjuhës shqipe, për mbrojtjen e kombësisë. Pra, kjo ishte besoj edhe një nga arsyet pse bektashizmi gjeti më shumë përhapje tek popullsia shqiptare, plus dihet më vonë që është përngritja e Lipashtë të Felenës, ama më vonë me të Alizëm Blau në Egjipt, cilët ishin pasardhës nga Jeniçerët, se ta kishin nga Hoxhalët e Jeniçerëve. Faleminderit, jashtëzakonisht edhe në libër bëni një përshkrim të hollësishëm, do thosha, po edhe në mënyrë shumë të heqëse të udhëtimit bektashizmit, si pjesë e perandorisë otomane, por nga shekulli 19, sidomos pas 1826, bektashizmi fillon edhe kthen Shqipërinë ose Trojën shqiptare si thua në qendrën e tij, por mos thënë në kryeqendrën e tij. Do ta vazhdojmë këtë diskutim sepse është jashtëzakonisht interesant, por ajo që do doja unë të flisnim pak është si ka mbritur bektashizmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, për e parë, nëse shumë njerëz
e nisim nga Varegjepi, është themeluesi i parë i fetës bektashiane, por historia e bektashizmit është pak më e vjetër. Në vitin 1914, këtu vjen Dede Kamberi, i të qesë Prishtës, dhe më vonë ka qenë i të qesë Frashërit. Dede Kamberit i digjet të qeja nga grekët, dhe në vitin 1914, për një periudhë 6 mënyrore, ka hallur Kamberi në ndihma nga bashkëdhetarë për ta ngritur të qenë. Ardhja e parë e një kleriku bektashi zyrtarisht, besoj që ka qenë vitin 1914 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ai që solli frymën bektashiane dhe bëri njohjen e tij zyrtare është Varegjepi, në hapjen e të qesë së parë në 1954 në Detroit. Varegjepi ka qenë në Gjirokastra, është paraqitur në 1924 me ardhjen e sistemit komunist, dhe qenë se vetiu ai kishte qenë abtazi mostrukaz i politikave të tyre. Varegjepi bëri një propagandë vjetë zakonshme, sidomos në pjesën e jugut Gjirokastrës, të zelatit të Pelenës, të gjithë zonës e jugut që mos dorëzoheshin nacionalistët dhe qetat e ballit, por të vazhdonin për të mbrojtur katrat dhe qytetet e tyre që mos vinin dot komuniste. Fatkeqësisht nuk u arrit. U detyroi që në 1924 të ftashin dhe shumë të tjerë të shkonin në Itali, gjatë qëndrimit 8 vjeçar në Itali, sepse kritikët shkreshin për periudhën vjeçore përse në Shqipëri nuk dhe ajo nuk mos ndodhur asnjëherë. U detyroi që të shpërndaheshin ata që ndodheshin në kamp. Pra kampi që ishte ngritur në Itali duhet shpërndahej, dhe Varegjepi shkon në Egjipt. Në Egjipt ku ka qenë të qeja e drejtuar nga një baba shqiptar, cili ka qenë baba Seri Susolli, dhe ky nga Fosha. Deri qëndron aty deri në vitin 1952, por bëhet rrëzi i Pretit Faruk, cili ishte edhe pasardh si stënipi i Mehmet Ali Pash Zënglafut, pra pinjolli i fundit i dinastisë shqiptare në Egjipt, e cila gjati për aty 200 vjet. Duke qenë se sistemi i tjetër në Egjipt kishte të njëjtat ide politike, u detyrua që të arritise dhe të vinte në New York tek motra e tij. Në vitin 1952, Varegjepi vjen në New York dhe mundohet që të hapë pjeqen e parë në New York, e që e pa mundur sepse përkraja e bashkëdhetarëve dhe ata që ishin aty ishin të pak në numër, por që vjen në Michigan ku me 7 shqiptarë, me 7 anëtarë të parë, hapën pjeqen e parë bektashiane në 29 prill 1954 me leja nga shteti i Michigan. Faleminderit jashtëzakonisht, dhe kam përshtypjen që të qeja e Michiganit ishte një nga 2 të qetë që mbajtën gjallë bektashizmin në vitet e errëta të dhunës kundër fesë në Shqipëri, sidomos pas vitit 1967, ku u zhdukën dhe u rrënuan që të gjitha dhe u ndaluan që të gjithë besimet fetare. Doja të vinim pak tek rrugtimi juaj. Kush ka qenë piktakimi juaj i parë me historinë e shkruar të bektashizmit dhe çfarë ju nxiti të thelloheni sidomos në këtë rrafshin studimor intelektual të bektashizmit? Duke qenë se vi nga një familje bektashiane, patjetër që lidhjet e para rrjedhin natyrshëm nga familja, por një nga ato qasjet e para me libra besoj se ka qenë libra që vinin të qenë Zëmbabajt, ku babon shpërndaheshin dorë me dorë nga besimtarët dhe nga njerëzit që shërbenin aty. Më vonë ishte porja ime në qytetin e Beratit, ku mbaj shkollën mesin teologjike, dhe duke qenë se dhe pjesë e Beratit skapari ishin me një popullsi madhe bektashiane dhe aty literatura bektashiane ishte më e dukshme. Pra besoj nga vitet 2000-2010 kanë qenë hapat e para të këtyre nismave mbi leximin dhe njohjen me bektashizmin.
Gjithsesi, gjysa më e madhe e gjithë kësaj është vetë Babaresha Bardhi, shkruajtori me Këshillin, i cili kur fillon të shkojmë për studimet islame në Turqi, një nga dëshirat e tij ose porositë e tij më të mëdha ishte që mundoheshin të mësonin sa më mirë gjuhën turke. Atë sidomos atë gjuhën e vjetër osmane, sepse shumë nga do ta kyra faktikisht. Nga literatura jonë bektashiane është në gjuhën osmane dhe duhet një punë e jashtëzakonshme për t'i kthyer dhe për t'i sjellë një jetë në gjuhën e sotme të kuptueshme, sepse siç e dimë pas vitit 1926, revolucioni që ndodhi në Turqi po bëri ndryshimin e gjuhës në turqishën e sotme moderne. Shumë nga dokumentat e gjetura për Babareshin gjatë një pune që ne kemi bërë, disa dokumenta që kemi kërkuar në arshivën osmane, po Tëqeja Milçanit del në pa dhe në dukje si një nga tëqet të ta quaja më rebele ose më problematike, sepse aty organizoheshin mbledhjet e mëdha me qetat që atëre quheshin krengritës kundra perandorisë dhe Portoslar. Kjo ishte tëqeja që sillonte shqiptarët e parë, ata që mundoheshin që krijonin atë Shqipërinë që në gjendjen e vjetën e re arritën shpallin pavarësinë. Faleminderit shumë edhe me këtë përgjigje, si thua, kalojmë tek libri, tek monografia që keni shkruar për Babareshin Milçanin. Është një nga tëqetet, siç thatë, më historike në Shqipëri, në rrethinat e Korçës. Ju i keni vendosur dhe i keni shpjeguar ngjarjet dhe jetën e Babareshin Milçanit në një kontekst historik jashtëzakonisht interesant, dhe tëqeja e Milçanit ka mbetet edhe pararendse, siç thatë, edhe në jetësimin e bektashizmit, si thua, për një Shqipëri të pavarur. Pra është momenti që bektashizmi lidhet shumë ngushtë me lëvizjen kombëtare shqiptare, lidhet shumë ngushtë me identitetin bashkohor shqiptar, sidomos shekulli i 19, fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20. Përse sipas jush u krijua një lidhje kaq e fortë e bektashizmit, e cila shprehet edhe nëpërmjet jetës së Babareshin Milçanit me identitetin kombëtar shqiptar? Pas 1806 po tarikati Begashi u shpallë Balishin që në Brendin Osmane me Ferman nga Sultan Mahmudi i Dytë, dhe në një festival veçantë po gjithë Begashin po ishin jo musliman. Kjo ishte për arsye të ndryshimit politikës brenda Osmanit, në shtehom. Arsyeja më e madhe e bektashizmit ishte sepse gjeti përkrahën e vetë shqiptarët, pra të qenë se diçka që predikojnë në këto tëqe ishte kom fe abde, dhe shumë nga të gjithë ata që ishin televizjes për lindës e shqiptarët ose por edhe të më pashën në të moshtin, ishin të bindjeve të ndryshme fetare. Vetë këta gjeni një strehim në këto tëqe, a i këtë dhe kurse të kujtë pesimisht. Atë tëqe ishin gjërë të hapa për të cilindor shqiptarë, për sunni, për ortodoksë dhe katolikën. Pra të gjithë këta përgjindas në këto tëqe i kishin si vend strehimet e tyre, duke qenë se besoj të dy palët ishin shpallur armiqshme, dhe duke qenë se të dyja shisin në një shtër si armiq në perandorinë osmane, u zhvilluan në të njëjtën kohë, në një kohë kur Shqipëria kishte shumë nevojë për një vend ku gjithë shqiptarët të bashkoheshin, gjithsesi ishin tre besime të ndryshme, por duhesh një vend që
i bashkon dhe pajisënuar ndjenjat shqiptare të tyre, por duke u ngjallur ndjenjën anëtarë. Dhe të qepë Krishtianë besoj asaj kohe kanë bërë më të mirë, më së miri të rolë dhe kanë bërë më së miri këtë rol duke ekzistuar të gjithë shqiptarët, gjithë bashkëtarët që në rej të mundohemi në radhë parë të krijojmë lidhjen e gjatë me tjetrin dhe bota shqiptare së Sicilit, besimi shqiptar i Sicilit që është në përgjithësi pa i synuar dhe pa i dëmsuar ndjenjat e tij dhe ato që beson, të mbrojnë idealet e larta të komisisë, gjuhës dhe të gjakut të tyre. Një fragment nga libri juaj që tregon edhe personalitetet e ndryshme me të cilët ishte i lidhur babai Sel Melçani. Ju thoni babai Sel Melçani në bashkëpunim ngushtë me patriotë si Petronini Luarasi, Themistokli Gërmenji, Pandeli Cale, Sali Butka, Orhan Bej Pojani e plot tjerë, do të bënin çfarë ishte mundur për të sjellë kuvendit e tyre në Oda Miq apo mejdanet e Qesh, i det drejtuesit Kristoforidit, Koto Hoxhit, vëllezërve Frashëri, Hieronim Deradës, të cilët duke evokuar trashëgiminë historike, letrare, fetare, kulturore dhe gjuhësore të kombit ton, po zgjonin dita ditës bashkëkonuesit e tyre nga gjumi letargjik. Unë do rivi përsëri në këtë diskutimin e bektashizmit edhe të identitetit ton, një identitet pluralist për sa i përket fesë, por do doja të pyesja, cili ishte shkasi, përse zgjodhët pikërisht babai Sel Melçanin dhe të qenë e Melçan? Këtë rrugës së studimeve të mia që kemi bërë dhe dokumentat që kemi gjetur në arshivën, duke parë memori dokumentash që në ditë të sotme këto kishin ndenjur në mjegull ose të pazbuluara për të gjithë besimtarët. Mendoj se ishte e nevojshme që babai Huseni të nxjerrë vlerat e tij, siç i përmendëm, akimet e tija, bisedat e tija që shfaqën me bashkëkohëtarët. Po unë gjatë që ai në zonë më vonë me Ismail Qemali, kur takohen letrat që kishin shkëlqyer në një tjetrin, këshilla që Ismail Qemali pyet babai Sel Melçani për pavarësinë e Shqipërisë. Historia e tij është vërtet një histori impresionante, jo vetëm si një fetar, por edhe si një fetar. Besoj që sot ne kemi nevojë si shqiptar për klerik dhe përveç ndikimit të tyre shpirtëror dhe për ndikimit fetare, jam munduar që të mbajnë gjallë traditën, kulturën, gjuhën dhe ta përcjellin më së miri të anëve të brezit të tyre. Babai Sel Melçani besoj që është një shembull frymëzimi për të gjithë klerikat, jo vetëm për klerin bektashi. Ta shikosh se si mundohet pa e synuar rrugën e besimit që kishte sjellur, por në duke rëndësinë e jashtëzakonshme të komisisë të gjuhës dhe të traditës që ato kanë një rol të jashtëzakonshëm tek ne. Tani duhet vi tek ajo pyetja tjetër që diskutohet shumë, jo vetëm mes ne shqiptarëve, por diskutohet edhe për shembull edhe këtu në universitet, kur ne diskutojmë për marrëdhënien midis fesë dhe identitetit bashkëkohor, identitetit kombëtar bashkëkohor. Rasti i Shqipërisë konsiderohet një rast shumë jo i veçantë, po shumë interesant, sepse feja dhe identiteti bashkëkohor shqiptar janë lidhen me njëra tjetrën, por ne kemi një identitet pluralist në fetare, siç e thatë. Kemi disa besime fetare, jemi të shquar, dhe kjo nuk është një mith për tolerancën fetare, ne shqiptarët, kemi arritur edhe që shumë tjerë nuk e arrin dot. Një bashkëjetesë harmonike dhe bashkëpunim harmonik mes besimeve të ndryshme fetare, por kemi pasur edhe periudha shumë të vështira. Kemi pasur periudhën e komunizmit që çoi në mungesën e tolerancës dhe në një shkatërrim të plotë të fesë dhe të dhëut të vendit. Kemi nga ana tjetër disa mithe, për shembull pretendimet që
shqiptarët nuk janë aq fetar sa të tjerë, për shembull. Dëgjohen dhe doja t'ju pyesja juve, ju si e shihni marrëdhënien e shqiptarëve dhe identitetit tyre bashkëkohor me fen në epokën që jetojmë sot? Duke të asaj që ne shqiptarët nuk jemi fetarë, s'jam dakord. Nuk e të drejtë. Asun. Nuk e të drejtë që Ta sqaroj. fetarë, se nëse ne nuk do të ishim fetarë, nuk do të kishim institucione dhëna fetare sot. Po ta shikosh popullin shqiptar në Moldova, besimi që kanë aporë. Për para se të kohë fshati, kanë e forë gjami, dhe qenë, kishën, pra, të tregojnë që shta njërës se në të njërës fetarë, rrëve fetarë. Pra pa bërë, para se të toni shqinë e vetë, jam mundur që të thënë, pëndën për të adhurojnë dhe praktikojnë madhe në Zotë. Besoj që marrëdhënien e tona në një tjetrin e lidhen më gjërë. Neve nga pa një lidhje me shkencë shqiptare. Shikojmë si një njeriu jonë si një gjaku jonë. Pra, edhe madhe Zot na ka krijuar neve në këmbë dhe njerëz të ndryshëm, po kanë keni që le të mësojmë me këtë. Ne jemi kombi shqiptar, që secili prej nesh që të një lirë të zgjedh besimin e tij. Askush nga shqiptarët nuk besoj se ka zgjedhur një besim me zor ose ka zgjedhur për një x interes. Se po kishte qenë një tillë sot do ishin kryer ti pas të ndërruar kujteshin në atë çfarë kemi pasur parë. Respekti që ne kemi pasur për njëri tjetrin, gjaku, gjuha, e puna e madhe që klerikët kanë bërë. Do është falë punës i jashtëzakonshme që çdo klerik i kistot besimi, kjo si mande, këshi janë munduar të përcjellin tek brezët ose të njësit e tyre të lidhur me besimin, por respektin si njerëz që do të mbajnë, si besimtar që ajo çfarë neve i përkasim ka lidhje me botën tonë shpirtërore, por shoqërisë që ne jetojmë jemi të gjithë. Pra, neve si shqiptarë, gjithë jemi shqiptarë, do të respektojmë njëri tjetrin, kurse besimi dhe neve ajo që ne mbatëm në sendën tonë, është punë personale. Po besoj të kemi punë e zakonshme e Babajsenit, dohuarve të tjerë, patriotëve të mëdhenj, cilët kanë dalë, ata kanë qenë besimtarë të një rrugë të një tarikati, qoftë në infrashtu, qoftë imamëve të libra, Ali Koçta, po të shikosh të gjithë në eduktimin e tyre dhe në librat e tyre, do të nxjerrin parë lidhjen që kemi me teatrin kombësim. Pra duke ekzistuar si kombë dhe duke qenë një kombë dhe një vend i lirë, ne mund të praktikojmë besimin tonë të lirë dhe pa të mundë askush. Rrita shqiptare e marrëdhënies fetare ndërmjet një tjetrit besoj që të konë një studim të jashtëzakonshëm sot dhe është një pasuri e madhe për neve. Që i jepet botës, serviret botës, neve kalojmë shumë mirë me gjithë komunitetet e një tjetër. Bota në ato që ne ndjekim harrojnë që neve këtu jemi besimtarë të Zotit. Nuk kemi gjykues, ne nuk kemi gjyqtarë, nuk kemi këtu për vendosur dhe për të gjykuar mbi gjithçka. Ne jemi thjesht besimtarë të Zotit dhe mundohemi të përcjellim tek secili fjalën e Tij, pa dëmtuar asnjë. Besoj se shqiptarët më së miri kanë kuptuar thelbin e secilit besim që i përkasin përtej ideologjive. Dhe fatkeqësisht shumë të botës besimi serviret si ideologji. Dhe njerëzit mendojnë që ndjekin një besim, më fatkeqësisht ndjekin një ideologji. Dhe bjen e planeve të dikujt, ja servirur si feja. Besoj që kombion ka ditur t'i ndaj këto dhe ka ndaj jemi dhe sot pa. Faleminderit jashtëzakonisht. Tani unë do doja që pranishmit cilët na kanë nderuar duke ardhur të ditë të diel në Universitetin DePaul të komentonin ose të bënin pyetje, po unë kam një pyetje të fundit para se t'ja kalojmë publikut.
mikrofonin. Marrëdhënie sepse përmendët shqiptarët e diasporës. Marrëdhënia e shqiptarëve të diasporës me fen. Cila është sipas? Kjo është sepse ju jeni një nga se thuash udhëheqësit shpirtëror të diasporës. Përse falenderoj për fjalën, është për te librit, për te çdo gjë është një pyetje na ka thonë gjithë ne të japim vetes tonë, për të jemi ne me fen sot. Se sa rëndësishme është ndjekja e fes në diasporë. Kemi nevojë ne shqiptarët për institucione të artë. Se na duhet një zemër shqiptare, po ne kemi 100. Ose pse na duhet një peqe shqiptare, po kemi e 5.000 pakistaneze, apo turqe, apo japoneze të bënë ndrysh. Ose pse na duhet një kish shqiptare, po janë 3.000 amerikanë, dhe mund të shtonë se cila kemi dhe ne. Kjo është filozofia të parëve tanë. Atyre që herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe panë zgjerimin që ky vend tjerë, organizimin që ata ndjen për të mbijetuar asimilimit. Pra, nëse e lanë Shqipërinë herën fullë mërbim me një qëllim që të preparojnë për një rishpëlluar, japi fëmijëve tanë atë që neve nuk na u dha mundësia, edhe këtu e kemi, ishte njëkohësisht që këtyre fëmijëve, këtyre brezit tanë të japim dhe të edukojmë edhe fen në gjuhën tonë, në traditën tonë. Se nuk është shkuar në një institucion tjetër, në një fe, i asimilojë shumë lehtë. Të vje shumë rahat, në nëse bezis, vje shumë a mirë. Po nuk lakën në shtrëmbullim më të mirë, po të shikosh me popullsinë shqiptare, që kanë emigruar në Turqi. Atë në eksperiencë ime të Turqi e tonin mbi 6 milion shqiptarë. Dhe të gjithë ishin asimiluar. Fëmijët flesin shumë pak shqip, e ndiqnin shumë pa traditën shqiptare, sepse ndiqnin shumë mirë. Mes muslimanëve, alhamdulillah, pa problem, pa kishin personë njësoj si Turqi dhe kishin humbur. Në gjë nuk është ndodhur me popullsinë ortodokse shqiptare. Po është një kishë e madhe në Istanbul, kishë ortodokse shqiptare. Ata e kishin vojtë më fort gjuhën. Por në Shqipëri, popullsia jugë, popullsia muslimane, kanë bërë më shumë fort shqipen, dhe popullsia ortodokse shqiptare është grejtëzuar, ose e munduar në të fejnë të humbasin gjuhën. Besoj që të parët tanë për event këtu e kuptuan këtë, që nëse neve nuk do të kemi institucionet e tona fuqishme, ne do shkrihemi. Pra do të humbasin fëmijët, stëni prej tanë, gjitha jo mund, gjitha jo punë shëpullore që është bërë, duke parë shumë që këshin do të para, do të humbasin të. Besoj që institucionet në diasporë, kas për institucionet fetare, kanë qenë ambasadat Shqipërisë më së mira që ne kemi patur ndër vite, edhe kur Shqipëria s'kishte ambasadë. E gjëja më e vështirë për mua si klerik, për të shqiptuar, për të treguar, për të shprehur, se për të thënë shqiptarëve është, neve duhet kuptojmë që nuk kemi mik më të mirë se shqiptari. Qoftë ai si do të qoftë besimi, qoftë jo besimtar. Nuk kemi mik dhe aleat më të mirë se shqiptari. Nuk kemi der tjetër që mund të trohasë dhe të na hap përveç se një shqiptar në diasporë. Pra, të gjithëve ndjej që fulla e sociale tona kanë filluar pak a shumë të humbasin antar, të humbasin members, disa dhe shohen kryer shoqata të reja. Në rrëmjet se kisha dëshirë që të bëhet lidhje fëmijëve që këto institucioneve historike dalin për Zot. Se vjen një ditë dhe pastaj ngelen një thjesht histori dhe penari, na duket, po sa më kanë bërë para këta, më kanë bërë përpisisht një të gjithë pëndodhe me kishën e nolit. Një ato që shqiptare, shqiptullore, një punë e zakonshme e disa dekadave në mërgjim, dedikimi e zakonshme e disa njerëzve, është të të humbjes fatkeqësisht sot. Pra është detyra jona që të mbajmë me krenarit. Nuk ishte që thjesht se mërgata e parë
nuk ishin i bëni. Jo, ata më munduan që të rënë institucione me themel të fortë, sepse një institucion i fortë do të një shoqëri e fortë, një zë i fortë. Pra, që kemi mbledhur sot këtu në këtë vend, bashku, tregon shumë, arrivoj. Pra, jo në përqirë se ishme të vërin për fundja. Jemi këtu në këtë universitet, profesorin, akademikus shqipe për të treguar që dhe neve dim të organizojmë. Dhe ne mund të bëjmë nëse jemi largë Shqipërisë, një institucion amerikan, një universitet amerikan, ka bëjmë konferencë shqipë. Pra kjo është vërtet diçka krenare dhe besoj edhe institucionet tona do të jenë krenare për ne që të ndjekim dhe të pasojmë. Është detyra të gjithë neve. Këto institucionet të ngrëmë dhe të forsojmë. Kjo si faleminderit për gjithë që ishte këtu, faleminderit profesor për mundësinë që na dha. Përpara se të ndajemi, kemi dëshirë të japim një dhuratë guvern, institucionet që përfaqësonin punën që bëni.